Akoma kam lef. Jolzi merr vendimin e papritur ndaj Gjestit pas daljes nga komisariati. Inati i Jolzit ndaj Gjestit duket se nuk ka përfunduar me largimin nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Pas incidentit fizik dhe deklaratës së dhënë në komisariat, Jolzi ka marrë një vendim që nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit. Ai ka fshirë çdo postim në Instagram ku shfaqej me Gjestin, duke treguar se tensionet mes tyre janë ende të pranishme edhe jashtë shtëpisë së famshme. Gjithashtu ai e ka hequr Gjestin edhe nga lista e ndjekësve. Jolzi duket se nuk ka ndërmend të lërë pas situatën dhe ka zgjedhur të shkëpusë çdo lidhje me Gjestin edhe në rrjetet sociale.